Kapitulli, sa do I mirë të jesh, s'do mjaftosh kur për dikë që nuk di çfarë do. Kur vlera jote përplaset me zbrazëtinë e tjetrit. Ka raste në jetë kur jep gjithçka. Jep dashuri, përkushtim, mirësi, durim. Jep më të mirën tënde, me shpresën se kjo do të kuptohet. Se do të vlerësohet. Se dikush do ta shohë zemrën tënde dhe do të qëndrojë. Por, ndonjëherë, përballë kësaj dashurie, gjen një njeri që nuk di çfarë kërkon. Që se një veten, ndaj s'mund të njohë ty. Dhe sado që përpiqesh, nuk mjafton. Sepse nuk është problemi te ti është tek ai ose ajo që s'ka qartësi. Tek ai që kërkon diçka, por nuk e di çfarë. Tek ajo që pret gjithçka, pa e ditur as vetë pse. Nuk është mungesa jote e vlerës, por mungesa e tyre e qartësisë. Nuk është se ti nuk je mjaftueshëm, por se ata nuk janë gati të njohin dikë që është. Sepse një zemër që nuk është në paqe me veten, do ta refuzoj edhe dashurinë më të pastër. Një shpirt që endet në kërkim të vetes, do ta shoh edhe thesarin si barë. Dhe një njeri që nuk e di çfarë do të dyshoj në gjithçka që ka. Ti mund të jesh drita, por ai që mban syt mbyllur nuk do ta shoh. Ti mund të jesh stre, por ai që s'ndalet kur nuk do të hyjë. Ti mund të jesh përgjigjja, por ai që nuk ka bërë pyetjet e duhura, nuk do ta kuptojë. Prandaj, mos e madh vlerën tënde me mos vlerësimin e dikujt tjetër. Mos u përkul për të hyrë në jetën e dikujt që se ka hapur derën. Mos e vrit veten duke u përpjekur të jesh mjaftueshëm për dikë që nuk di çfarë kërkon. Fundi I kapitullit. Mjafton që ti e di sa vlen. Mjafton që ti e di çfarë jep. Dhe një ditë, dikush që e njeh veten, do ta njohë edhe ty. Jo sepse do të kërkoj ta ndryshosh veten, por sepse do të pranoj ashtu si je, pa pasiguri, pa dyshime, pa kushte. Deri atëherë, mos u ul për të përshtatur madhështinë tënde në pritshmëritë e vogla të dikujt që ende nuk është rritur.